Viti 99, fundi I vitit 99, që rukëthye ushtria serbe nga Kosova, e frigoj popullatën e Medvegjes, ku u shpërngull 90%. Në vitin 2001, edhe unë kom një shpërngullën, me familje. 2001 unë jam kthyer përsëri në vendlindje tem, edhe kom jetua deri në 2012 në fund, ku në 2011 ndodhi fatkeqësia ku regjimi I Miloševićit mi qoj forcat e tyne policore që ekzistojnë në Medvegj, ta Cupit, ku një policu se kom njeft edhe musulmon në burin tem, pas dite ka hora 2:40, kom qashtu krafësisht, kanë sulmu 2 polic, edhe me unë I maltim ka ronë kokë, ku kanë padhes një zjanë dikush, më ardhë me qëllim, me morë me më qitë në malë, me më re, hajde një mana të shukum, këmë thonë, s'kom kohë, jam I smut, edhe do të më kujdes për baktit që I kam, për lopët e mija, edhe për familje këtu, nuk kom kohë. Edhe pasanej, më ka pyet, më ka thonë, po mu dhez shtëpiat këtu, thashë s'kam çka të bëj mu dhez shtëpiat, dikush I paguën, thash shtëpiat, se kush e ka dhez, thash, le të përgjigjet. Ata ti po në mësë mu, më kanë thonë, edhe më kanë sulmue, me haltin kokë më ka ra, jam shku në spital, më kanë bo sot a dit, jam voj, pej kreje, kam dhimbje, pej shpine që më kanë ra shkelma, fati Zoti ka desht me pështu, mi ka ra thmin krejt, u përfundohet gjyqi, e kom fituar në 2012, nëse më kanë lënë rahat përsëri, të më friguar natën, ditën, më ka desht me I marrë familjen, edhe me dal, me lëshua vendinjen time me lënë sy, pa dashje, ku babgjyshe, stërgjyshe, 4 gjyshtu, rrite ka vujte, ka jek, unë me dhunë, më kanë qitë piktuhit, përsëri, jëm kthye në 2015, përsëri e kom vazhdu këtu jetën her pas here, 2019 kanë shlyje, ma kanë marrë adresën pa drejtësisht, ku kom kërku me mu kthye adresa, 8 herë, plota I kom qitë, edhe kështu që asë një herë nuk ka kanë marrë parasysh me ma kthye adresën, sot e kësaj dite jam pa adresë, ku hende më nëhën edhe dalë këtu rrymën e paguj, jam I pa adresë, si mës me egzistu heqë, ku më thot breza 20 këtu në rritë, une fati veç jam shqiptar, s'po ma kthejnë adresën, edhe nuk di ku me u drejtu ma shumë, regjimi nuk po bo zgjidhje, s'di qa të bëj, veç I kërkoj edhe apeloj që drejta jam të merret parasysh, ku nuk ka banor nas një shtet që I merret e drejta e adresës, edhe du si krejt banorët me pas drejt ku jetoj e ku veproj, më kthy adresa. Kështu që u përshëndes juve, portalin e juve, Medvegja sot, e ju uroj përzemërsisht që po na vizitoni, edhe inshallah Zoti ju ruan, keni shëndetin, e që them, mandej nuk e di, banor, kom qenë pre kryetari I bashkisë lokale këtu, kjo fshati ka pas 1000 banor, herën e fundit 2002, kur u po regjistrimi I popullsisë, u jam angazhue, I kom shkrua krejt katunin, edhe pse kanë qenë jashtë vendit, jam angazhue, bashkësinë lokale jam ra, du I lyp për çdo familje, dhamat me I pas parasysh që mi shënue, se s'kisha qysh marrë dhe I tu numri sakt, më pyet ke aje që po në shefi bashkisë, çka po duni, thësha, s'ja thosha numrin, se s'mi dhonë kej, thësha, po më duhet se jam kryetari I bashkisë me pas si evidencë, shkaku që me përfitu mi pas dhonat e banorëve të fshatit tim, kështu që I kom pashkru 750 banorë, edhe për ata ka dalë numri 28% në atë kohë.